Ndërmarrja publike komunales në Gostivar ka drejtuar një apel urgjent për qytetarët, duke ju kërkuar që të përdorin ujin në mënyrë të kujdesshme dhe të shmangin shpërdorimin e tij për shkak të rritjes së ndjeshme të konsumit në këto ditë vere kur temperaturat janë të larta. Sipas të dhënave të ekipit teknik të ndërmarrjes, aktualisht në rrjetin e furnizimit me ujë po shpenzohen rreth 480 litra për sekond, një sasi shumë e lartë se mesatarja sezonale. Kjo, siç theksohet në njoftim, është pasojë e përdorimit të panevojshëm të mbushjeve të pishinave private, larja e shpeshtë të oboreve dhe trotuareve, si dhe praktika të tjera të papërgjegjshme. Pasojat tashmë kanë filluar të ndjehen me rënje të presionit të ujit dhe rrezikut për ndërprerje të furnizimit në disa pjesë të qytetit. U bëjmë thirrje qytetarëve të jenë të ndërgjegjshëm dhe të kursejnë ujin si një burim jetik për të gjithë. Nëse kjo situatë vazhdon, do të jemi të detyruar të ndërmarrim masa kufizuese, thuhet në reagimin e ndërmarrjes publike komunales në Gostivar. Autoritetet lokale po e ndjekin nga afër situatën dhe kërkojnë bashkëpunim me qytetarët për të parandaluar një krizë më të thellë të furnizimit me ujë gjatë muajve të verës.